Miq të nderuar, ju përshëndes prap pas pak pushimi që kesha, do t'i rikthehemi prap përsëri këtu mësimeve që jemi duke i bërë nga Ungjilli sipas Markut. Kemi përfunduar në videon e fundit, kemi përfunduar kapitullin 5 edhe sot do të fillojmë që ta shikojmë kapitullin 6 të Ungjillit të Markut edhe si fillim do t'i shikojmë vargjet 1 deri 6, do të Marku kapitulli 6 vargu 1 deri 6. Le të lexojmë këto vargje fillimisht edhe pastaj të shikojmë se çka Perëndia dëshiron që të na mësoj përmes këtyre vargjeve. Marku kapitulli 6 vargjet 1 deri 6 na thon: Pastaj doli prej andej dhe erdhi në vendlindjen e tij dhe dishepujt e vet e ndiqnin. Dhe kur erdhi e shtuna filloi të mësoj në sinagogë dhe shumë kur e dëgjonin habiteshin dhe thoshnin: nga i vinë këtij këto? Vallë deturi është kjo që i është dhënë. Dhe si kryhen këto vepra të mëdha nëpërmjet dorës së tij? A s'është ky zdrugtari i biri i Maris, vëllai i Jakubit, i Joses, i Judës dhe i Simonit, dhe nuk janë këtu midis nesh motrat e tij? Dhe skandalizoheshin për shkak të tij. Por Jezusi u tha atyre: asnjë profet s'është i përbuzur përveç në vendlindjen e tij, në farefisën e vet dhe në shtëpinë e vet. Dhe nuk mundi të kryej aty asnjë vepër të pushtetshme përveç se shëroi disa të lëngatë duke vënë mbi ta duart, dhe çuditej për mosbesimin e tyre, dhe dilte nëpër fshatra përreth e i mësonte. Siç e shihni këtu në fillim të kapitullit 6, ky kapitull fillon duke na thënë se Jezusi doli prandej dhe erdhi në vendlindjen e vet dhe dishepujt e vet ndiqnin atë. Jezusi në kapitujt paraprak kishte shkuar në përfshatra të ndryshme përreth detit Galile, ku ai kishte bërë shumë mrekulli të ndryshme, shumë mrekulli të fuqishme, kishte shëruar shumë njerëz dhe kishte mësuar turma të mëdha, turma të shumta. Edhe tash këtu në këtë rast ai nga Kapernaumi kthehet në vendlindjen e tij në Nazaret dhe dishepujt e tij janë me të. Jezusi kthehet në vendin ku ai kishte lindur, në vendin ku ai ishte rritur. Dhe ata njerëzit e këtij vendi tashmë e dinin se Jezusi ishte i bërë i famshëm, kishte mësimet e tij ishin të fuqishme, ai bënte shumë mrekulli, edhe sapo Jezusi të vjen në këtë fshat, në vendlindjen e tij, ata menjëherë i kërkojnë që ai të jap mësim në sinagogën e tyre. Kështu që sapo të vjen e shtuna, dita e shabatit, dita ku judenjët mblidheshin së bashku për ta adhuruar Perëndin, për të bërë sakrificat e tyre, për të dëgjuar nga fjala, nga ligji i Perëndis. Sapo kjo ditë të vjen shabati, ata menjëherë i kërkojnë Jezusit që të jap mësimin e kësaj dite. Edhe në vargu 2 thotë: kur erdhi e shtuna filloi t'i mësoj në sinagogë. Jezusi fillon t'i mësoj, dhe si zakonisht Jezusi i mahnit ata me mësimin e tij, i mahnit njerëzit me njohurinë, me urtësinë, me mençurinë dhe fuqinë e tij. Vargu 2 dhe 3 thotë: nga njerëzit ishin aq të mahnitur se ata fillojnë të pyesin: nga i vinë këtij këto? Vallë deturi është kjo që i është dhënë, dhe si kryen këto vepra të mëdha nëpërmjet dorës së tij? A s'është ky zdrugtari, biri i Maris, vëllai i Jakubit, i Joses, i Judës dhe i Simonit, dhe nuk janë këtu midis nesh motrat e tij? Këta e njohin Jezusin, edhe janë të mahnitur, thonë: nga ne njohim këtë person, a nuk është ky biri i Jozefit? A nuk i njohim ne vëllezërit e tij? A nuk është thjesht një zdrugtar? Si është e mundur që ky të mësoj në këtë mënyrë, që ky t'i di këto gjëra? Ata ishin të mahnitur me mësimet e Jezusit. Dhe kjo kishte ndodhur edhe herave të tjera. Në fakt nuk është hera e parë që Jezusi këtu i mahnit njerëzit me mësimet e tij. Mësimet e Jezusit ishin ndryshe nga mësimet e rabenive të tjerë, nga mësimet e mësuesve të tjerë. Për shembull tek Mateu 7:28 deri 29 thotë: tani kur Jezusi i mbaroi këtë fjalë, turmat, kjo është pasi Jezusi kishte dhënë predikime në mal, turmat thotë
mbetën të habitura nga doktrina e tij, sepse ai mësonte si një që ka autoritet dhe jo si skribet. Do të ndryshën nga mësuesit e tjerë, ndryshën nga skribet. Mësimet e Jezusit ishin mësime me autoritet. Luka 4, 31 dhe 32 në thotë, pastaj zbriti në Kapernaum, qyteti i Galiles, dhe i mësonte njerëzit ditët e shtunë, dhe ata habiteshin nga mësimi i tij, sepse fjala e tij ishte me autoritet. Edhe këtu kemi një ndryshim midis mësimeve të Jezusit dhe mësimeve të mësuesve të tjerë. Mësimet e Jezusit kishin autoritet. Gjoni 7:15 në thotë, dhe judenjët mrekulloheshin duke thënë, si i ditë ka ky shkronjët pa pasur studiuar. Janë të mahnitur me Jezusin se si ai din gjithë këto gjëra pa shkuar në shkollë, pa u edukuar as pak. Gjoni 7:46 thotë, rojet të përgjigjen, asnjëri nuk ka folur kur si ai njeri. Thot Jezusi folte në një mënyrë që njerëzit kur nuk e kishin dëgjuar, me autoritet, me fuqi, me saktësi, edhe njerëzit habiteshin. Çdo herë kur Jezusi mësonte, njerëzit habiteshin me fjalët e tij, me njohurinë e tij. E njëjta gjë ndodhi edhe këtu në vendlindje kur Jezusi kthehet në Nazaret. Njerëzit që e njihnin, njerëzit me të cilët Jezusi ishte rritur, kur Jezusi kthehet edhe jep mësim në sinagogat e tyre, ata janë të habitur. Mirë po, përveç se ata janë të mahnitur, janë të habitur me mësimet e tij, në fund të vargut 3 na thuhet diçka shumë të rëndësishme dhe shumë interesante. Fundi i vargut 3 thotë, do të mbasi thotë që ata habiteshin, thotë, dhe skandalizoheshin për shkak të tij. Skandalizoheshin, përveç se mahniteshin, ata skandalizoheshin. Në gjuhën origjinale, fjala që përdoret këtu për fjalën skandalizoheshin është fjala greke skandalizo, që thjesht do thotë ata ofendoheshin, ata u ofenduan. Këta njerëz jo vetëm që mahniteshin me mësimet e Jezusit, por ata gjithashtu u ofenduan nga mësimet e Jezusit. Mësimet e Jezusit i pengonin këta njerëz. Tash në këtë rast ne nuk e dim saktësisht se për çka Jezusi ishte duke folur, specifikisht se çka i tha në këtë rast, por çka do që ai tha i ofendoi këta njerëz. Por nuk është edhe prap, nuk është vetëm këtu kur Jezusi i ofendoi njerëzit me mësimet e tij. Kemi plot raste të tjera që kur mësimet e Jezusit i ofenduan njerëzit që ndëgjonin atë. Dhe kryesisht ishte për shkak se Jezusi e zbulonte hipokrizinë e njerëzve, dhe si rezultat ata ofendoheshin, dhe në shumë raste në fakt donin edhe ta vresnin sepse ofendoheshin aq shumë nga mësimet e tij. Për shembull tek Luka 4:29 kur i dëgjuan këtë fjalë, të gjithë ata që ishin në sinagogë u zemruan shumë dhe u ngritën, e dëbuan nga qyteti dhe e quan deri në buzë të majës së malit, mbi të cilën ishte ndërtuar qyteti i tyre për ta hedhur poshtë. Do të sapo Jezusi e përfundoi tek Luka 4 mësimin e tij në sinagogë, njerëzit e marrin dhe duan ta gjuajnë nga maja e një mali. Aq shumë ofenduan nga mësimet e tij. Pra, mësimet e Jezusit i habisin njerëzit, por gjithashtu mësimet e tij i ofendojnë njerëzit jo besimtar. Dhe edhe ata që njohnin Jezusin më së miri, vetë kojshit e tij, vetë njerëzit me të cilët ai ishte rritur në fshatin e vet, ofendoheshin nga mësimet e tij. Edhe si rezultat e këtij ofendimi, Jezusi u përgjigj atyre duke thënë, vargu 4, por Jezusi u tha atyre, asnjë profet s'është i përbuzur përveç në vendlindjen e tij, në farefisën e vet dhe në shtëpinë e vet. Këtu Jezusi thjesht e tregon faktin, e tregon të vërtetën se profetët gjithmonë janë përbuzur nga vendet, nga vendasit e tyre, nga njerëzit e tyre, nga të afërmit e tyre. Dhe kjo vërtetohet në fakt nëse shikojnë profetët e dhjatës së vjetë. Për shembull vetë Mojsiu e dim, profeti Mojsiu u përbuz nga njerëzit e tij. Edhe mund të flasim edhe për shumë profetë të tjerë që e njëjta gjë ndodhi. Edhe në fund vargjet 5 dhe 6 këtu na thuhet, dhe nuk mundi, ka fjalën për Jezusin, dhe nuk mundi të kryej aty asnjë vepër të përshtatshme, përveç se shëroi disa të lëngat duke vënë mbi ta duart, dhe çudite për mosbesimin e tyre dhe delte në përfshatra përreth dhe i mësonte. Kjo është e rëndësishme. Këtu ne shohim se shpesh herë mosbesimi i njerëzve në të vërtetën e Perëndisë shkakton
që Perëndia të mos bëj vepra të fuqishme, të pushtetshme tek këta njerëz. Dhe kjo nuk është se për shkak se Jezusi, për shkak se Perëndia nuk mund të bëjë mrekulli, ai është i gjithë fuqishëm, ai mund të bëjë çka të dojë. Kemi shumë raste kur Jezusi bën mrekulli tek njerëz që s'kan as pak besim. Mirë, po ky pasazh na lë të kuptojmë që ka raste kur Perëndia nuk bën mrekulli, nuk bën vepra të fuqishme tek njerëzit që refuzojnë të besojnë atë, të njerëzit që nuk besojnë atë. Dhe kjo është mirë që ta mbajmë mend, edhe të marrim mësim nga kjo, që mos ta lëmë mos besimin ton ta shkaktoj Perëndin që ai të mos bëj vepra të fuqishme mes nesh. Le të kemi kujdes. Besimi në Jezusin e shohim raste të tjera ku besimi i njerëzve që ishin të sëmurë, kur ata vinë tek Jezusi me besim, Jezusi ju thot le të bëhet ashtu siç ti beson, edhe ata shërohen më njëherë. Kështu që ka një ndërlidhje këtu. Jezusi në këtë rast nuk bëri mrekulli në fshatin ku ai u rrit, nuk bëri vepra të fuqishme për shkak të mosbesimit të këtyre njerëzve. Kështu që kjo është çka ky pasazh këtu na thot, Marku kapitulli 6 vargjet 1 deri 6. Tash pyetja që zakonisht kam dëshirë ta bëj është se çka mund të mësojmë nga ky pasazh. Edhe siç e pam, ne mund të mësojmë që mosbesimi shkakton që Perëndia të mos bëj mrekulli të fuqishme, vepra të pushtetshme mes nesh. Le të kemi kujdes nga ajo. Mirë, po dua të theksoj një gjë shumë të rëndësishme nga ky pasazh që vërtet mund ta marrim si mësim për neve, si mësim për veten. Edhe kjo është që ne si të krishterë, mbani mend, ne si të krishterë, le të mos hezitojmë kurrë që ta flasim të vërtetën nga frika se do t'i ofendojmë njerëzit. Mbani mend këtë. Ne jetojmë në një kohë ku kemi aq frikë se po i ofendojmë njerëzit, se po i ofendojmë miqtë tonë, të afërmit tonë, saqë ne bëjmë kompromis dhe nuk e flasim të vërtetën ashtu siç është, nga frika se mos po i ofendojmë njerëzit. Në shumë raste e kam vërejtur se disa të krishterë, disa në fakt edhe si udhëheqës të njohur brenda krishterimit, nuk flasin haptas të vërtetën që ata në fakt e besojnë, për shkak se kanë frikë që se po i ofendojnë njerëzit. Për shembull, ne që jemi nga Kosova dhe nga Shqipëria, edhe ballafaqohemi me Islamin. Shumë të krishterë nuk flasin të vërtetën për mashtrimin e Islamit, nuk thonë se Islami është thjesht një besim satanik dhe mashtrues që shkakton shkatrimin e shpirtrave të njerëzve përgjithmonë. Njerëzit të krishterë nuk e thonë këtë gjë nga frika se mos po i ofendojnë miqtë e tyre musliman. Kam vërejtur edhe njerëz të krishterë që nuk flasin haptas për mashtrimin e kishës romake katolike dhe herezinë e saj, thjesht për shkak se nuk duan që t'i ofendojnë miqtë e tyre katolik. Këta njerëz harrojnë se nga frika që ata të mos i ofendojnë njerëzit, ata përfundojnë duke ofenduar Perëndin, kur nuk e flasin të vërtetën ashtu siç Perëndia e ka shpallur. Por mos të harrojmë, miq të nderuar, se ne do të japim llogari para Perëndisë, jo para njerëzve. Nuk mund të mos e flasim të vërtetën në përdes nga frika se do të ofendojmë njerëzit, sepse me këtë ne do ta ofendojmë Perëndin, duke mos e folur të vërtetën ashtu siç ai na ka dhënë. Kjo është shumë keq, shumë e keqe. Le të marrim mësim nga Jezusi këtu, i cili edhe kur kthye në vendin ku ai u rrit, në vendin që të gjithë njerëzit e njefnin aty, kishte miq, kishte shok, kishte koishi. Jezusi nuk hezitoi që ta fliste të vërtetën, edhe pse kjo i skandalizoi njerëzit, kjo i ofendoi njerëzit. Mbani mend, Jezusi vazhdimisht i ofendoi njerëzit me mësimet e tij dhe me veprat e tij. Le ta ngulisim një herë për gjithmonë në kokat tona, se nëse jemi besnik që ta predikojmë të vërtetën ashtu siç Perëndia na ka dhënë, shumë njerëz do të ofendohen. Nuk mund t'i ikim kësaj. Kur ne e predikojmë të vërtetën e Perëndisë, mëkatarët ofendohen. Realiteti i fjalës së Perëndisë
Realiteti i shenjtë i fjalës së përëndisë do t'i ofendojmë katar, nuk mund t'i ikim kësaj. Nëse ne nuk duam që t'i ofendojmë njerëzit, atëherë nuk mund ta predikojmë, nuk mund ta predikojmë të vërtetën. Në fakt, nëse predikimet dhe mësimet tona biblike që ne i bëjmë asnjëherë nuk e kanë ofenduar asnjë person, realiteti është që ne nuk jemi duke predikuar fjalën të vërtetën ashtu siç është. Kështu që e vërteta, mbani mend, e vërteta e përëndisë i ofendon njerëzit. Edhe ne nuk duhet që ta lëmë, që të hezitojmë, që të mos e flasim të vërtetën e përëndisë ashtu siç është, për shkak nga frika se do t'i ofendojmë njerëzit. Mos e harroni këtë, ky është një mësim që mund ta marrim nga Jezusi në këtë pasazh. Me që shpresoj që këto mësime t'jenë një bekim për juve, ashtu siç janë edhe për mua, edhe lutem që të vërtetat që i ndëgjojmë t'i aplikojmë në jetën tonë. Jo vetëm t'i mendojmë për to në mendjet tona, por që t'i marrim ato në zemrat tona edhe t'i aplikojmë në jetën tonë të përditshme. Ju falenderit dhe Zoti ju bekoft.